duhet me rregullu. Kjo është fantastike. Shire, mjafton të shkelësh frenën edhe mbyllet dera vetë automatikisht, që nga të drita dhe brendshme të makinës, që mund t'i jap çfarë ngjyre dua, t'i bëj më të bardha, t'i bëj purple, blu, jeshile apo të kombinuara. Më mirë, por rike bluja është më shumë ngjyra ime. Duhet hiqi nga kjo, të futem tek vehicle control, driving assist, të provojmë pak 360 gradë, të gjitha kamerat, çfarë makina që është, ke qef t'i japësh, edhe më e bukur është që në pjesën aty ka dhe një ekran tjetër, që është për pasagjerin, shifi kamerat. Nuk dihet asgjë në makinë, në që është elektrike, dhe shifeni se si e ka në ekran tek shoferi, është e papar, e ka në ekran tregon të gjitha makinat që janë dhe edhe njerëzit kur të afrohen. Është me sistemin liar që skanon gjithë rrugën. Edhe pasqyrat rregullohen po me sistemin elektronik këtu, pra çdo gjë. Si ka kameran, nuk ka pasqyrë, po ka kamera që skanon brava çdo gjë. Qa fantastike është në ngarje është spektakolare. Edhe në darkë sistemin e dritave pas ka mrekulli. Si të vendos çdo makinë që të vjen nga çdo drejtim.